standard i parë certifikimi i licencës Miss Kosova. Unë e kam organizuar 2007-2008 Miss Kosovën, po e pash që u bën 2-3 mise, një në Pej, një në Prishtinë, një në Prizren, edhe hoqa dorë sepse duhet Ministria e Kulturës me licencue, se miset shtetërore kanë dallim prej organizimeve të misjeve të tjera që bën si punadashi që tha top modele dallohet. Misi shtetëror ka kritere, gjatësinë, ka kritere që kërkohen prej shkollimit, edukimit, kulturës, studimit, përgatitjeve superiore, se një mis duhet me qenë ambasadore e Kosovës jashtë shtetit. Për atë arsye, kam heqë dorë se duhet shumë kërkesa, shteti i Kosovës nuk financon, është kjo e keqja, ndryshe është në Shqipëri që avancohet kultura, avancohet kjo pjesë e bukurisë. Edhe në rastin konkrete kemi, ja ku janë misat e Universit Kosovës. Mbi 20 vite shkojnë misat atje, shkojnë e vinë, si Adem Peja. Pse? Atje nuk marrin çmime, se janë si Miss Shqipëria të hoqi dorë minutën e fundit vjet Miss Universi. S'kishte përgatitje, suport, si nga organizatorët, si nga veç me familje, me buxhet vet. Kjo është një emet. Duhet, nëse e delegon diken, duhet të jesh edhe e përgatitur për me marrë një çmim ndërkombëtar. Po pse dikur misat me të vërtet kanë pas peshë të madhe edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri?